Beograd për çështje biznesore, na dhe këto e dim, janë këto argumentet e cilat duhet na frikësojnë neve. Atë frikën që po thu ta mbajmë s'është njerëzore fundja fundit, po kur tham frikën, kuptimin që ne duhet jemi të kujdesshëm. Dhe a kemi institucionet e cilat realisht duhet me u marrë me qito, këtu pak po dyshoj. A është ju marrë dikush i cili është i thirrur për këto përveç neve në studio që të tham ta debatojmë, ta diskutojmë? Na disa kemi dyshu, ju na keni shoh. Na keni qujtë njerë të servis. Kush ju ka qujtë njerë të servis? Që kjo mendësi. Psa? Ne ta është a keni shmutut. Ka dali bura, qitë në gjoksin. O misokola. Ku jeni? Para topit. Hajde. Për me u fregu, unë mendoj për se ta thash që janë kanale diplomatike. Dhe kanale diplomatike ti merë sinjalit ku është pozicion. Ku është situata dhe ti ndërtoni... Po ndoshta ato janë, zotë ju këshin falë, ju jeni diplomat. Shumë gjona dhe nuk rrjedhin publik. Ne si publik ne nuk i shohmi. Ne unë thash besojmë, bes me shpresë. Bes me shpresë. Që po i ngrisin drenori edhe gashi. Ne kemi ambasador atë. Këtë në shtakolla edhe halili pak të drejtë se është problemi që ne jemi me ato belate katuni tonë, jemi marrë shumë me kundërthënje tona të mbrëmshme. Kemi shpall njëri tjetrin tradhtar, jemi marrë, domethënë kemi humbë shumë energji. Dhe në vend se ta humbim energjinë për këtë çështje, unë mendoj që duhet ta kanalizojmë për ta ndërtuar një pozicion. Sepse na ndodh sikur BE-ja që erdhi me atë marrëveshjen e orit, që Mark Veller e thot shumë qartë. 5 minuta para marrëveshjes së orit, ndërmjetësi i BE-s thot e ndryshoi marrëveshjen për të keq. Dhe pastaj kemi mënyrën që ka rrjedh marrëveshja dhe mënyrën që sjell Vučić me evropianët, ai në një mënyrë është tall nga fillimi deri në fund. Ndërkohë që në shtëpinë e bardhë ka nejtë si nxënës, domethënë i urtë, i mirë. Sepse ata dinë, domethënë, kur ta shohin botë dinë me u bë edhe heroj mitet, kështu, por dinë me u bë edhe kooperues. Po për mos më ndodh ajo që tha Drenori, unë mendoj që ne duhet me pas një pozicion, jo në kuptimin e romantik, por duhet me ditë. A duhet vërtet me lëshu për me pas një marrëveshje të përkashme, sepse një gjë duhet me ditë kushtrim. Nëse ditë bën një marrëveshje të përkashme, duhet me ditë që në fazën tjetër, ai që ati asociacioni, ka më thonë, në gjithja dhe një parë vek tjetra. Në gjithja dhe këtu, në gjithja këtu. Prandaj, unë mendoj që... Pse kjo frikë, zotë ju shini, se bashkë më intereson nga konti historiografisë krejt, ju menoni që e menoni asociacionin e komunave me shumë i serbe në Republikën e Kosovës, të cili funksionan bazë ligjeve dhe kushtetutës e Kosovës, e konzionin që ai mund të rritet sikur autonomia e Kosovës e 74. Ju çatu të keni. Që të goj pse? Problemi që ndonë që kjo një sentiment antiserb, përndryshe, njerëz nuk janë të aftë si qenje biologjike edhe psikologjike me këju shtep. Më falni. Jo, a ban të korrigjoj veç pak. Lirisht. Une me 3 shtator, 1945, është ndërtu se me kushtetutën Jugoslave dhe Sovjetike i kanë thonë oblast, i kanë thonë Krajin. Me këto evropiane i thuhet asociacion. Jo. Unë fjolla pa autonomi në 74. Që u rrit, ajo pe oblast u rrit në autonomi. Halil, veç ta përfundoj idenë. Është problemi që prapa ati asociacioni qëndron një shtet armiqësor, sepse unë ndëgjova dhe Hilli që tha kanë edhe shtete tjera. Po Serbia nuk është Austria, nuk është Belgjika. Po edhe prapa autonomisë Kosovës ka qenë një shtet armiqësor në kafshi servis, që ka qenë Republika Shqipnisë. Si nuk është paralel. Armiqësor ka qenë 74. Armiqësor ka qenë. Armiqësor ka qenë, o kolegë. 74. Është një njëjta situatë. Halil, veç pak. Nështë s'ka qenë 45-48, për një 10 vite këmoj planin Atisarit në tavolinë punës. Plani Atisarit është bë në 2007, jo plani, po ideja me pas asociacion. Ka qenë që Serbia me pranu planin Atisarit dhe Rusia me votu në Këshill të Sigurimit. Gjithçka që s'ka pranu Serbia është rinegociu. Dhe për këtë arsye, domethënë, nuk mund të marrësh vazhdimisht dhe të mos kesh kurfar përgjegjësi ndaj atij shteti. Asociacioni do të jetë lojal ndaj shtetit të Kosovës, ndaj Serbisë. Do të jetë zgjatje e Serbisë apo me kushtetutën e Republikës Kosovës, me marrëveshjen e 13-s dhe marrëveshjen e 15-s madje, me parimet e përgjithshme. Asociacioni i komunave me shumicë serbe, mas pore ka emrin kushtetues, asociacioni jo serb.
Një etnik, po me shumicë serbe në Republikën e Kosovës, në falë, që nuk i përjashton pakisat tjera, në një, në dy.